Arsenali sa i ka fituar Premier League-ën, mund ta bënte edhe pushim. Unë parashikova që do fitonte City 3-2 me idenë që Guardiola ka iu, që Guardiola është pak intensiv me çunat, duhet të jetë gjithkohës me detaje, mund të jenë më të lirshëm. Në loje të shprehen më lirshëm. Po qytetarët e marrin struar, sa qytetarët. Qytetarët. Po, duke parë çfarë ndodhi sezonin e kaluar, që u rikthyen titull kur ishin jashtë titullit, e luftuan deri në javën e fundit, normalisht motivimi duhet ishte ke çunat e Cityt, jo ke çunat e Arsenalit. Çunat e Arsenalit po ta humnin këtë nuk ndodhte një gjë madhe, siç ta çimi i episodit kaluar është po themi miqësore e vere, po gjysmë serioze se kemi një trofe në mes. Jo, mënyra se si zbridhin fush City për mua ishte befasuar dhe Arteta, jo vetëm unë, edhe Arteta tha, "Ok, nuk e prisja këtë lloj rezultati, e prisja që mund të ishte më mirë." Askush nuk e priste dhe edhe kur luan keq, ca ide trajnerit duken. Dhe në momentin që psuan golin për 23 sekonda, Kala Flowers, legjenda, kur u tërhoq me të drejtë Arsenali se pati ca momente që kishte mundësi City për vertikalizime dhe zgjodhi pasimet horizontale. Ktu është dora trajnerit, është tjetër gjë që ti mund ta humbush. E humbe se si janë formë për arsye të tjera, po mënyra çfarë bën kur ke topin, çfarë mentaliteti ke, u duk qartë që mentaliteti nuk kishte.